Jetë dhe stil në Radio Kontakt. Informacione, këshilla mjekësore, kuriozitete. Disa produkte të cilat duhet patjetër t'i bëjmë pjesë të dietës sonë pasi kanë vlera të shumta për shëndetin. Shafrani indis është një ndër to. Përmban vitaminat E, K dhe zink, një substancë shumë të veçantë që përmban është kurkumini, një nga flavonoidet më të rëndësishëm për vetit antiinflamatore dhe për ndalimin të disa tumoreve. Shafrani indis mund të përdoret në supë, duke bërë risotto, teksa gatuani një pul, patate, në perime, madje mund ta përdorni edhe në çaj. Frutat e pyllit, ku bëjnë pjesë boronicat apo edhe manaferat, ngjyra e tyre e fortë vishnje kallëzon praninë e anthokianinave. Janë polifenol, një kategori antioksidues shumë të fortë që neutralizojnë radikalet e lira që prodhohen në trupin e njeriut. Po ashtu përmbajnë edhe vitaminat A, C, E dhe acid folik, kalcium. Është shumë e rëndësishme që t'i bëni pjesë të dietës suaj për të vijuar më tej me lakrën e Brukselit që përmban një substancë që quhet glukosinolate, e cila është shumë e rëndësishme për shëndetin e qelizave të gjirit duke e parandaluar përhapjen e tij. Por keni kujdes që të mos humbas një sër nga elementet, e mirë është të shtohet tek uji i valuar për 1 minutë dhe mos ta lini shumë gjatë të zihet, pra në momentin që keni vendosur ta konsumoni. Lëngu i shegës këshillohet për të parandaluar, por edhe për të kuruar shumë nga sëmundjet që ju mund të keni prej të cilës së vuani. Çaji i jeshil. Shumë studime në vitet e fundit vërtetojnë efektin e çajit jeshil për parandalimin e tumorit të gjirit. Vaji i lirit edhe farat e tij janë shumë të rëndësishme pasi na mbrojnë nga qelizat tumorale që lidhen me estrogenet. Përdorimi i vajit të lirit, por edhe të farave mund të jetë në sallata të ndryshme, farat mund t'i përdorni tek kosi i mëngjesit, por vaji mund të konsumohet edhe në mëngjes një lugë gjelle esëll. Flasim për hudhrat. Përfitimet e hudhrës janë të shumta përsa i përket qelizave tumorale, këshillohet përdoret kryesisht të kombinuar me mishin përgjatë gatimit. Madje ne për hudhrat kemi folur edhe për efektet që ka për flokun ton. Një tjetër perime të cilën duhet ta bëni patjetër pjesë të dietës suaj është edhe brokoli, që përmban një substancë që quhet idolo-3-karvinoli dhe që gjendet kryesisht tek perimet jeshile të errët dhe ndihmon tek estrogenet. Me këtë substancë është e pasur edhe lule lakra, por me një përmbajtje pak më të ulët krahasuar me brokolin. Përpiquni të valoni ujin dhe të vendosni për shumë pak brokolin në ujin e valuar, në mënyrë që të përfitoni sa më shumë elementet ushqyes që ai përmban. Dhe qëndrojmë sërish tek perimet ngjyrë jeshile dhe spinaqi. Sipas një studimi të rëndësishëm, femrat të cilat konsumonin rregullisht spinaqin të paktën 2 herë në javë, u vure se 50% e tyre kishin më pak mundësi për të pasur tumor pas kontrollave të parametrave shëndetësore që ju janë kryer. Mund të përdoret i freskët tek sallata të ndryshme, sidomos në periudhën e vjeshtës, por edhe i zier tek gatime të ndryshme si në supë, omlet, pite, gatime me mishin e pulës. Pra, përdorimet e spinaqit janë të shumta, ndërsa vlerat janë akoma edhe më të mëdha. Ndaj bëjini pjesë të dietës tuaj për të pasur trupin tuaj pra të fortë e për të përballuar edhe sëmundje të ndryshme. Jetë dhe stil në Radio Kontakt. Informacione, këshilla mjekësore, kuriozitete.